Jam shqiptare dhe jetoj në Itali prej shumë vitesh, quhem Juliana, jam 34 vjeçe dhe mami një vajze të vogël 7 vjeçe. Para gati 3 vitesh vendosa që të sfidoj veten time në network marketing, duke ju dedikuar totalisht rrjeteve sociale për të krijuar thjesht një të ardhurë ekstra. Por nëse i dedikohesh ashtu siç duhet, më besoni që të ofron shumë më tepër. Ndoshta nuk është profesioni më i thjeshtë në botë, por më besoni që nuk është edhe aq e vështirë saç mund të perceptohet atje jashtë. Kështu duket një nga ditët e mia të zakonshme, shoqëroj vajzën në shkollë, kthehem në shtëpi, sistemoj shtëpinë, ndërkohë që bëj make-upin, bëj disa video ku reklamoj produktet që unë përdor në përditshmërinë time, ndërkohë që përgatis integratorin tim të preferuar Recharge, një mix me vitamina të ndryshme që më jep energji gjatë gjithë ditës. Kontrolloj gjithashtu rrjetet e mia sociale dhe u përgjigjem të gjitha mesazheve. Përgatitem për në palestër, isha e pavendosur ndërmjet këtyre dy veshjeve të shkurtra ose të gjata dhe vendos që të mbaj këto me të gjata, duke qenë se sot do shkoj në këmbë sepse makinën e kam në servis. Ndërkohë që jam duke shkuar po ashtu në palestër e shfrytëzoj kohën për të bërë disa story në rrjetet e mia sociale. Vetëm një pjesë e ditës time, por nëse dëshiron që të dish më tepër, komentoj info në koment dhe të shpjegoj gjithçka.